Kapiteni Amir Rahmani po dëshmon se është qendërmbrojtësi më i mirë i Napolit, ndërsa edhe ka vendosur një rekord të Mahnitës. Me golin ndaj Lazios, Rahmani ka shkuar në kuotën e 11 golave brenda këtyre 5 viteve të fundit, duke u bërë golçënuesi me më shumë gola në Serie A në këtë periudhë sa i përket mbrojtësave. Rahmani me paraqitje mahnitëse edhe e fitoi çmimin lojtari më i mirë i ndeshjes, si dhe u vlerësua me notën 8 nga SofaScore. Pas ndeshjes, kapiteni i Kosovës deklaroi se është tepër i lumtur për golin dhe për fitoren. Jam i lumtur që e gjeta sërish rrugën e drejtë rrjedhës, duhet të vazhdojmë kështu, kemi lojtarë me strukturë që mund të jenë shumë të rrezikshëm. Më kishte munguar ndjenja e golit, por është gjithnjë më mirë kur fiton ekipi. Është fitoria 4 radhazi me rezultat 2-0. Jemi skuadër e mirë dhe shpresojmë të vazhdojmë kështu. Në futboll asgjë nuk është e pamundur, deklaroi Rahmani për DAZN. Ndërkohë Napoli aktualisht zë vendin e tretë në tabelë me 37 pikë, 2 më pak se Interi dhe 1 më pak se Milani.